gatuaj me Albanën. Mirë se të gjeta në kuzhinë. Mirë se erdhe, mirë se erdhe. Bashkë me anvisat tona. Këto tasat edhe këto produktet në tryez janë bërë tashmë kështu të zakonshme. Nuk ka mundësi që mos i kemi para emisionit, aksesorët e kësaj hapësire, e cila është e preferuara dhe anvisave, por e çdo zonjë që është në shtëpi, që do gatuaj dhe që e shef gatimin jo vetëm si detyrë, po me pasion, si antistres, dhe si një kënaqësi që marrim prej recetave. Dhe nga ndonjëherë, ose për gratë që janë shumë të lodhura, është një domosdoshmëri pak e sforcuar. Tani edhe pse është si fundjavë, ty unë të shoh shumë energjike. Po kështu jam gjithmonë. Kështu je gjithmonë. Dyshon për këtë, dyshon? Si e premte, thash, mbaron java që ato receta shumë vëllgërit e hënë e marrë për kur e inte dhe e premte, 5 ditë, çdo ditë nga 3 receta po e po njërë, kështu që 15 receta nuk janë pak po të bësh një javë. A di çfarë ndodh me mua? Punë e shkëlqyer. Edhe po t'jetë diel, normalisht, sepse e kam thënë dhe e kam stërthënë që me recetat ma një telefon në dorë dhe jam, çfarë më del në një recetë e mirë, op, e sejvoj. Çfarë del? Pra kam rezauruar faqen tënde. Të vajzës, kudo që gjej vende bosh, ço receta. Po hap një folder më vete, më i vajzë. Po kam hapur me vete, e kam hapur. Që do gatuajmë sot? Atëre kemi bishtaja me mishviçi. Unë nuk kam marrë, për shumë të marrë një pjesë. Bishtajat. Kemi parë që kanë dalë këto të hollat. Unë kam marrë këto. Faktikisht këto është tjetër që është për sallatë. Po i përdorim dhe për sallatë. Por mua nuk më pëlqen që të ketë e verdha, është e verdha jeshilja, edhe kjo sikurse është një tjetër e hollë rrethore. Ajo është tamam për sallatë. Që ta bëja pak më me delikatesë në formë, por në shije ngelemi tradit. Këtu un kam në vaj mbimor marr qepën, që sapo e kam ngrirë në blender, duket. Kam para zier mishin. Unë faktikisht kam zgjedhur që të kem një pjesë të osobukos. Sepse më duhet kjo pjesa e kockës që ka edhe palcën brenda. I jep një shije super të veçantë gatimit. Pak çfarë krip dhe do të them dhe produkte çfarë mua më nevojitet. Po, a mund t'ja them unë se kemi të shkruara. Akoma dhe më mirë që unë të bëj gjëra të tjera, shumë më mirë. Sa të krysh gati dhe pjesë të tjera të perimeve, le t'i shohim së bashku në tabelën tonë recetën e shkruar të bishtajave me mishviçi. Do të merrni 500 gram mishviçi për familjen e plot, pra 4-5 antarësh, 500 gram bishtaja të freskëta, 2 patate, 1 qep e madhe, 2 domate ose 2 luggjelle salcë domate, 2 hudhra, 2 thelpinj hudhër, 1 karot, 1 lugë çaj speci kuq pluhur, 3 luggjelle vaj ulliri, 1 gotë ujë ose lëng mishi, krip dhe piper, majdanos i freskët në fund fare për ta shërbyer. Edhe për zbukurim, edhe për ta freskuar gatimin në fund, dhe plus që shkon shumë edhe me barbunjat majdanoz i freskët. Normalisht, këto janë bishtaja, barbunja, si të doni ju, janë të freskëta. Gjë që mua nuk më duan shumë zierje. Në mos të them që më shumë më do karota, patate dhe më pas bishtaja. Po. Le t'i lëmë kaq këto. Kështu që vendosim të parat në karotat dhe patate. Pra tek qepa, shtoj karotat. Po të doni ju, mund t'i shtoni të grira në rende, ose të tilla. Kam 2 thelpi hudhër që direkt i shtoj të tilla. Ju, nëse keni dëshirë, mund të shtoni pak presh për shije. Do thoni ju, Albana nuk e ke vendosur. Produktet që unë i vendos për këtë gatim janë atje. Nëse është diçka unë e shkruaj opsionale dhe më pas, nëse varet në shije, që mund të kenë disa preferenca, që duan qepën, ta kenë me të bardhën e preshit, jo me kokën fare, po tjetë pjesa
e gjysmës së kokës deri tek pjesa e trupit, se më pas janë bishtat. Le t'i vendosim. Ne kemi, në ndodhet në kuzhinë, kështu që ja vendosim gjellës. Sa më për shumë perime, aq më mirë dhe aq më shumë shije marrim, po ashtu dhe më shumë vitamina, vlera të tjera. I vendos sa për shije. Normalisht që do tretet. Do të shtoj patatet. Patatet që i kam prerë në katërsh. Dhe ju e dini shumë mirë që patatja e verdhe bën diferencën. Pra, është për trashjen e lëngut, se kemi lloj patatesh, është shumë e mirë për pure, është shumë e mirë për qoftet, dhe kemi më pas patatet janë më të ndryshme, kemi të bardhën, kemi baby në vogël, kemi baby Leila, është pak sa më e madhe, kemi të ndryshme. Por dhe patatja tjetër e madhe. Mbi të gjitha është patatja e kuksit. Thasit e patatën e ëmbël. Pastaj. Që kryesisht e importojmë, po që ne kemi patatet e tokës tonë. Po. Të bardhën, edhe të verdhën. Kjo e verdha është shumë e mirë. Prandaj ne kërkojmë gjithmonë. Thash kuksit, po e përshëndes gjithë kuksianët. Ne jemi në rregull. Bravo. Shtoj pak fare, shumë pak. Ujë nga bimët aromatike. I largoj. E t'i lëmë të zbuten paksa, që të kalojmë më pas dhe salca. Edhe tek speci, kemi edhe salcë edhe spec të kuq. Salcë. Sikurse dhe specin e kuq. Pra, pa shtuar lëngun, të përthithen mirë dhe ka të kaurdisjen e vetë salca, edhe në skuqje, pak lëng dhe pak skuqje. Ja. Edhe me lëngun që e bën shumë të shishëm. Pra, kemi filluar edhe atë palcën për pak shije. Këtu kam lënë 3 domate për t'i dhënë një skuqje dhe në fund fare të gatimit. Do të shtoj kripën dhe pak më tutje është që unë të rregulloj shijen. Masën e piperit dhe sërisht një përzierje. E lë paksa shtëm edhe pjesën e lëngut të mishit. Dhe ansoret, nuk harrojmë ansoret, sepse këtu që është gjithmonë pjesa e salcës, pjesa më e mirë. A e keni vënë re kur kërkoni të ngjyeni bukën? Nuk e ngjymë asnjëherë në fund ansoret. Ansoret, po, ato aty e përmblitet shija. Pra, është vetë instikti që ti të çon. E lë që të zihet. Lëm pak të zi dhe bishtajat në të lëm kështu si që janë, apo do t'i gjysmojmë pak? Jo, ja kështu. Kështu si që janë të gjata, po. Pra një recet për drekën e sotme që përmbledh gjithë familjen. Një salat nëse do ta keni të lehtë për ta gatuar dhe ne ja u sugjerojmë një drekë të tillë bashkë me mishin. Bishtajat gatuhen dihet edhe pa mish nëse nuk e keni të mundur, sepse kanë vetë proteinat. Por për më shumë shije, patjetër që i shtojmë edhe një copë mish, ose pak për secilin, ose lëngun e kockave, bashkë me palcën, dhe ne do të bëhemi gati tani për të kaluar tek momenti tjetër. Këtu, shtoj ymbyrë,
Do t'ja shtojmë tani këtë pjesën e preshit që na ka mbetur, apo jo? Ka urdisur I shtoj dhe thjesht, sa për lezet, në qoftë se unë do vendos vajin, të ngrohet, normalisht me vendosjen e pjesës së mishit, do fillojnë të kërcasin. Do kërcasi vaj, e lë këtu. Kësë fare. këtë pjesë që bëm në tigan, besoj t'ja shtosh në fund gjellës, apo jo? Në fund. Pa e përzirë me pjesën tjetër që të zbutet më shumë se shduhen domatinat bashkë me pjesën tjetër të preshit, më kryesisht pjesën jeshile të ti. Vazhdojmë me punën tonë në kuzhinë për të përfunduar me recetën e parë të barbunjave me mish viçi, disi pak më ndryshe edhe procesi punës për përgatitjen e drekës së sotme. Shtojmë tani në fund edhe barbunjat e gjata, jeshile, shumë të shëndetshme dhe shumë të shishme, përdoren dhe për sallata. Gjella përmbledh shpinë, themi ne. Po. Shpër që i shtuam tani në fund, pasi zjehu pak karota edhe patatja. Ja, i përzijem. Tani e përzijem që të marrë aromat, shijet e perimeve të tjera, të lëngu të mishit që i kemi shtuar. Ndërsa në tiganin tjetër, për anvisat që sapo e hapën ekranin, kemi vendosur një copë mishi që e kemi zier paraprakish për të lëshuar lëngjet e tij, pak presh edhe pomodorini, për ta shërbyer recetën, për t'ia shtuar shijen, për ta përqendruar gjithsesi. Largoj bimën aromatike, se kam vendosur vetëm sa për të dhënë aromën, dhe ne dim shumë mirë që kur digjen, japin një aromë jo të këndshme. Shumë pak. Okej, pra në këtë pjesën e tiganit do ta shtojmë direkt në shërbim, kur të vendosim të pjata. Se kemi gjithmonë alternativën po të duam, si të shkam tiganin, një mbështjellje me letër aluminium. Ta vendosur në furr. Po, mund të jetë një opsion. Liki të lutem qarë, ja më gjë një soja aty të lutem. Hajde se sa të vendos syze që hapëm ndjen. Po të vendos syze tu në iku gjysmë e emisionit. Ja një Të lumt. Një krem me një densitet të çmuar, duhet të thënë, sepse Ponti vjen gjithmonë me produkte tepër cilësore, siç kujdeset Teuta, për të sjellë markat ekskluzive, më të njohura dhe më të mira në treg. Okej. Ti ashtove për të forcuar shijen. Forcohet shija, dhe nëse ju në shtëpi për shembull, nuk e keni gjë që faktikisht ja vlen që ta keni, sepse bën një diferencë në shije, karamelizon lëngun, shife, e karamelizon në të kundërt, shumë pak në arden, në të kundërtën që nuk e keni. Por unë them që disa produkte në shtëpi patjetër që ne na duhen. E përzi. Dale se Kthim dhe nga ana tjetër, tani se ajo dhe karamelizohet pak aty gjatë Kjo pjesë mua më duhet këtu. Atëherë, marr një lugë. Dihet që këtyre barbunjave ju duhet shumë pak kohë për të zier, se janë të holla të imta, ndryshe nga barbunjat llojet e tjera, jeshilet apo ato të gjërat. Këto kanë një kohë zierje shumë të pakët. Ja kështu. Po të duam, i lëm në tenxhere, në të kundërt, i vendosim në furr. Po. Lë t'i lë pak sa në tenxhere, në fund fare, rregullojmë shijen. Majdanozin për freskin shije dhe për pak vitamin C më shumë. Ja të kshojmë Pontin tani në të gjitha variantet e veta, larmishmërinë e madhe të salcave, uthullave dhe produkteve të tjera që hapa sapi gjatë gatimeve do të zbulohen edhe do të kemi mundësi të gatuajmë me to.
Tani, bëjmë një përmbledhje të recetës se çfarë përgatitëm deri tani, çfarë përmbante gjella me barbunja dhe me mish viçi, 500 gram mish viçi, 500 gram bishtaja të freskëta, 2 patate, 1 qep e madhe, grirë shumimët, 2 domate ose 2 lugë gjelle salcë domate, 2 thelpinj hudhër, 1 karot, 1 lugë çaj speci kuq pluhur, 3 lugë gjelle vaj ulliri, 1 gotë ujë ose lëng nga mishi që kemi zier, krip dhe piper për shije, majdanos padyshim për ta freskuar, zbukuruar dhe për t'i dhënë shije padyshim kësaj recete. Dash ngjyeni, dash mos e ngjyeni, gjella është fantastike.